Një përfaqësi nga Shërbimi Social i Ulçinit zhvilloi një vizitë zyrtare në Bashkinë Shkodër në kuadër të forcimit të bashkëpunimit të ndërinstitucional dhe shkëmbimit të përvojave të mira në ndihmë të shtresave në nevojë. Nënkretarja e Bashkisë Shkodër, Teuta Qyteza, theksoi se kjo është një vizitë kthimi nga kolegët e Ulçinit dhe ka si synim shkëmbimin e eksperiencave pozitive, veçanërisht në mënyrat efikase për t'u gjendur pranë komuniteteve në nevojë. Vizita që zhvillohet në prag të sezonit turistik shërben gjithashtu si një nxitje për promovimin e resurseve dhe aktiviteteve që ofron Shkodra. Folën për mënyrën e organizimit, për fushat e veprimit, për masat që marrim të gjithë për të mbuluar ato që ka nevojë, në mënyrë që përfituesit të jenë sa më të shumtë, dhe gjetëm pikat përbashkëta, gjetëm pikat të ndryshme të cilat mundohemi të i alternojmë apo të mësojmë nga njëri tjetri në mënyrë që përfituesit të jenë sa më të shumtë dhe shërbimi të jetë sa më eficient. Kemi kënaqësinë që të tregojmë edhe Shkodrën se kishin pak kohë pa ardhur, në mënyrë që të njihen edhe me ndryshimet që qyteti jonë ka pasur këto kohë të fundit, në mënyrë që si bashkia, si qyteti, si natyra, si çdo gjë që ofron Shkodra të jetë sa më prezantuese, sa më mikpritëse dhe në këtë fillim të turizmit, pse jo, edhe ftuese për miqtanë që të vinë të bëjnë pushimet në Shqipëri. Ndërkohë, Biljana Pajović, drejtoreshe e Qendrës për Punë Sociale Tivar Ulçin, u shpreh se një nga modelet që i ka bërë përshtypje është qendra multifunksionale që Bashkia e Shkodër ofron për komunitetin rom dhe egjiptian, një shërbim i munguar në zonën e tyre, por që shqyrtohet seriozisht për të implementuar edhe atje. Jemi të lumtur që kemi mundësinë të ritakojmë kolegët nga Shkodra. Këto takime na kanë dhënë një perspektivë dhe qasje të re. Është interesante çfarë ofron Bashkia Shkodër me qendrën multifunksionale për komunitetin rom dhe egjiptian. Po diskutojmë mundësinë për të shtuar këto shërbime të rëndësishme edhe në sistemin tonë të shërbimeve sociale. Në Shkodër është gjithnjë kënaqësi të vish, si për punë, ashtu edhe për turizëm. Takimi dëshmoi edhe një herë rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar në fushën e shërbimeve sociale, duke hapur rrugën për projekte të përbashkëta dhe shkëmbim të praktikave që rrisin mirëqenien sociale në të dy komunitetet.